Sot duhet të mlidhemi të gjithë edhe t'japim dorën njëri tjetrit. Aktori i njohur i kinematografisë shqiptare Birçe Hasko, një prej emrave më të dashur dhe të vlerësuar të skenës dhe ekranit, është ndar nga jeta në moshën 84 vjeçare. Hasko njihej për interpretimet e tij të spikatura, kur solli me mjeshtri karakterin popullor të jugut, duke bërë atë të paharrueshëm për publikun shqiptar. Gjatë karrierës së tij interpretoi mbi 12 role në teatr, ndërsa një nga rolet më të realizuara mbetet ai Milos në komedinë Shi në plazh të Teodor Laços. Në kinematografi debutoi në vitin 1971 me rolin e ballistit në filmin Kur zbardhi një ditë, ndërsa gjatë jetës artistike ka luajtur në më shumë se 30 filma, duke lënë gjurmë në historinë e kinematografisë shqiptare. Birçe Hasko lindi në fshatin Dukat në rrethin e Vlorës në 15 mars 1942. Në vitin 1961 përfundoi shkollën e mesme pedagogjike Jani Minga. Pas përfundimit të saj punoi për disa vite si mësues dhe drejtor shkolle në fshatrat Amanika i Nivis të rrethit të Tepelenos dhe Poro të rrethit të Vlorës deri në vitin 1965. Më pas ndoqi studimet për aktor në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë. Pas diplomimit nga viti 1969 e në vijim, ai u angazhua si pedagog i mjeshtrisë aktorit në Akademinë e Arteve, ku më vonë shërbeu dhe si dekan i Fakultetit të Artit Skenik në periudhën 1989-1994. Në skenë dhe ekran, Hasko u dallua veçanërisht në rolet të karakterit komik dhe popullor. Në teatr interpretoi figura si Milo Tafani në komedinë Shi në plazh nga Teodor Laço, Abbas Kola në Shtëpia me dy porta të Rushdi Pulahës dhe Shazo në Familja e Peshkatarit nga Suleman Pitarka. Ai njihet për një natyrë të veçantë interpretuese ku elementet komik dhe fshatarak të karaktereve i kthente në pjesë të stilit të tij artistik, duke krijuar një mënyrë loje origjinale dhe vështirë për të përsëritur. Individualiteti i tij u formësua veçanërisht në kinematografi, ku në role dytësore ndërtonte tipa të gjallë me origjinalitet plastik dhe shprehje të fortë skenike. Përveç interpretimit, ai ka dhënë një kontribut të gjerë si pedagog, duke përgatitur student për aktor dhe duke vënë në skenë shumë etyde, fragmente dhe 18 vepra dramatike të plota. Më 13 nëntor 1989 ju dha titulli artisti merituar. Në vitin 1995 mori titullin universitar profesor, ndërsa më vonë u nderua dhe me titullin mjeshtër i madh. Po ligji zoti Maliq, është si punë e këtij shkopit. Ja ligji. Ja dhe Maliq. Ligji në dorën e Maliqit mund jetë kështu. Mund jetë dhe kështu. Pari volete sus, tu casa canto! Kape!